Shikues News ju përshëndes, ju thuhet një parashkim në motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e Europës do dominohet nga moti i kthjellë dhe temperaturat të larta, ndërsa pjesa e Evropës lindore dhe zona Alpeve do të kenë rreshtë shiu dhe stuhi të forta ere. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti do të jetë kryesisht i kthjellë dhe shumë i nxehtë, ndërsa pasdite do të priten vranësira kalimtare dhe rebesha afat shkurta, kryesisht në zonat juglindore të vendit edhe në zonën qendrore të territorit shqiptar. Temperaturat do të luhaten nga 14 deri në 38 gradë Celsius, e rafën me një shpejtësi 45 km/orë, ndërsa dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 2 ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rënd Europës për ditën e nesërme. I nxehti do të vijojë të dominojë pjesën më të madhe të Europës, duke sjellë mot të kthjellë dhe temperatura të larta, ndërsa pjesa e Europës lindore, rajoni Balltiku do të kenë rreshtë shiu dhe stuhi. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, moti do të jetë kryesisht me diell dhe shumë i nxehtë, ndërsa gjatë pasdites do të priten shtim vranësirash dhe mundësi për rebeshe, kryesisht në zonat lindore dhe juglindore, pjesërisht edhe në qendër të vendit. Temperaturat do të variojnë nga 15 deri në 39 gradë Celsius, e rafrymë me një shpejtësi 40 km/orë, ndërsa dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 1 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ishte e parashkimi motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.